quhem Brisilda Taço, jam aktiviste për komunitetin rom. Prej 20 vitesh angazhohem me komunitetin tim duke asistuar në ndërgjegjësim dhe integrim të komunitetit. Aktualisht koordinoj disa projekte në lidhje me aksesin në shërbimeve të komunitetit rom në shoqërinë shqiptare. Angazhimi im ka nisur shumë herët, në moshë shumë të hershme. Në fillimet e mia isha shumë e interesuar të njihja komunitetin tim, problematikat e komunitetit, t'i asistoja vullnetarisht dhe të shihja se cilat janë të mirat për të ndihmuar komunitetin. Më pas shumë vitesh, e pa shumë të arsyeshme për të aktivizuar duke parë padrejtësitë që janë bërë komunitetit për të mos përfituar shërbime të ndryshme si për shembull në punësim, shëndetësi, arsim e tjerë. Antarët e komunitetit rom janë përballur me shumë sfida në jetën e tyre. Njëra prej tyre është dhe gjuha e urrëties në përditshmëri në çdo lloj fushe. Por tashmë ne dim shumë mirë si komunitet, jemi njohur me të drejtat tona dhe vetë komuniteti është njohur me të drejtat dhe ndjek disa metoda të ndryshme si për shembull të ngrej zërin nëpër institucionet përkatëse, të protestoj, të dalë mediatikisht apo të bëj shkresa të ndryshme drejtuar nëpër institucione siç mund të jenë zyra e Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi, zyra e Avokatit Popullit, por dhe institucione apo organizata të ndryshme të cilët janë në mbështetje për integrimin e komunitetit rom. Krahasuar me shumë vite më përpara, sigurisht që ne shohim përmirësim dhe reduktim të gjuhës së urrëtie, por nëse duam të bëjmë një krahasim me shtetet të tjera europiane, Shqipëria është një vend i cili sigurisht gjuha e urrëties është e lartë, sidomos në rrjetet sociale, por edhe në përditshmërinë e hasemi me një gjuhë urrëtie apo diskriminim mbase jo direkt, por indirekt. Antarët e komunitetit rom, pasi janë informuar mirë se çfarë është diskriminimi, gjuha e urrëties, krimet e urrëties, ka marrë disa hapa duke i referuar këto raste nëpër institucione përkatëse. Mbase jo duke i ndjekur deri në një zgjidhje, por që kanë kontaktuar me organizata, me aktivistë dhe i kanë bërë mediatike. Në Shqipëri ka disa raste krime urrëtie, por që unë kam qenë më shumë pranë saj. Kemi një rast nga Fieri, të cilët personalisht jam munduar që të këshilloj familjarët të jenë sa më të qetë dhe të kenë mundësi për të reaguar fort për padrejtësinë që është bërë. Ka pasur shumë organizata dhe institucione, por dhe organizata të cilët ofrojnë shërbime ligjore falas, të cilët i kanë qëndruar pranë familjes me këshilla, por edhe me mbështetje morale, sepse në ato momente ka qenë tepër e rëndësishme që familja të kishte mbështetje qoftë ligjore, por dhe morale, sepse frika ishte tepër e madhe prej reagimeve qoftë maxhorancës, por dhe të institucioneve shtetërore. Deri në momentin kur është marrë një zgjidhje në mbrojtje të familjes. Në fakt në Shqipëri ka shumë raste të cilët ka gjuhë urrëtie. Këto kanë qenë dhe publikisht madje nëpër emisione televizive apo nëpër takime të realizuara për shembull në Kuvendin e Shqipërisë, në seanca dëgjimore, nëpër kafe, nëpër takime të ndryshme. Nuk ka pasur reagime, fatkeqësisht nuk ka pasur reagime për momentin, por pasi organizatat kanë reaguar, kanë dalë me një ndjesë publike dhe ka mjaftuar me kaq. Por që sigurisht kjo nuk është e mjaftueshme, sepse institucionet, por dhe personat mediatik duhet të jenë shumë të kujdesshëm në terminologjinë që përdoret kundrejt komunitetit rom, duke përdorur terma ofenduese dhe denigruese. Në fakt është për të ardhur keq, sepse ne kemi shumë personazhe mediatike, qofshin këto gazetar, politikanë, të cilët në diskutime sipër përdorin shpesh herë gjuhë ofenduese, denigruese kundrejt pakicës së rome, dhe kjo ka ndodhur në shumë emisione televizive, ku nuk ka pasur reagim të menjëhershëm, qofshin të moderatorëve apo të pranishmëve, por i është dashur pasi ne të kemi bërë kërkesa
për ndjes publike kanë reaguar. Pra, reagimet nuk kanë qenë të menjëhershme, por kanë qenë pas një periudhe kohe. Personazhet publike, figurat publike, mendoj se nuk janë shumë të mirë informuar për pakicën rome, sepse nëse do të ishin, sigurisht nuk do të përdornin terma të ofenduese dhe denigruese. Thjesht dinë që ka një komunitet në Shqipëri, por që nuk është i mirë informuar për vlerat, për traditën, për kulturën. Na identifikojnë me një komunitet i cili ka qef muzikën dhe që ka martesat në moshë të hershme, por jo vlerat e këtij komuniteti. Antarët e komunitetit rom shpesh herë ngurojnë për të referuar rastet e gjuhës së urrëties apo krimet e urrëties, kjo për faktin sepse ne nuk kemi shumë praktika pozitive në Shqipëri, të cilët të jenë ndjekur nga institucionet dhe të kenë dalë me një rezultat pozitiv për komunitetin. Sfidat janë të shumta, e para sepse disa prej tyre nuk janë të mirë informuar, gjithashtu nuk kanë njohuri në artikulimin e kërkesës apo të ankesës, edhe pse janë realizuar shumë takime ndërgjegjësuese apo sesione informuese nga aktivistë, nga shoqata, nga komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi, përsëri ka një mungesë informacioni, por dhe le të themi frike, sepse nuk di se çfarë mund të ndodhë pasi të reagojnë institucionet. Nëse krahasojmë me para 10 vitesh, komuniteti ishte i heshtur, nguronte të reagonte, frika ishte tepër e madhe, sepse për shkak të mos pasurit të eksperienca pozitive, por nga puna e madhe e shumë aktivistëve, organizatave apo grupeve informale të cilët trajtojnë gjuhën e urrëties, diskriminimit në përditshmëri, tashmë antarët e komunitetit janë të mirë informuar për sa i përket kush është diskriminimi, si mund të referojmë diskriminimin apo gjuhën e urrëties, dhe ata janë pozitiv. Një pjesë e madhe e komunitetit është pozitiv dhe optimist për të reaguar, por që sigurisht duhet punuar dhe më shumë për të referuar raste të cilët përballen në përditshmëri, në punë, në familje, në shoqëri, duke reaguar fort. Dhe ndaj ne motivojmë antarët e komunitetit të reagojnë fort në momente kur ka padrejtësi në çfarëdo lloj sfere. Në momentin kur është hartuar ligji për mbrojtjen nga diskriminimi, shoqëria civile aktivistë kanë qenë pjesë e gjithë këtij procesi, duke rekomanduar dhe duke bashkëpunuar me zyrën e avokatit popullit, por dhe me zyrën për mbrojtjen nga diskriminimi. Antarët e komunitetit e kanë informacionin, shoqëria civile e ka informacionin, por ka një mungesë, le të themi, vullneti e të reaguarit fort, qofshin nga institucionet, por dhe nga disa antarë të komunitetit të cilët jetojnë në vendbanime tepër të larta nga qendrat e banimit. Dhe le të themi dhe ndaj frikës se si mund të ketë reagime nga pjesa tjetër e komunitetit. Në fakt, ligji në Shqipëri, për sa i përket mbrojtjes nga diskriminimi, është tepër i mirë, sepse dhe vetë organizatat, shoqëria civile, aktivistë kanë qenë pjesë të gjithë procesit, kanë qenë tepër bashkëpunues, organizatat kanë bërë një punë të mirë duke informuar antarët e komunitetit, por që sigurisht ka një mungesë vullneti shpeshherë nga institucione të ndryshme për të reaguar fort. Ndaj ne nuk kemi nuk kemi shumë raste të reaguarit fort, të vetëm të rastmet që ka në rast të diskriminimi apo gjuhërrëtie janë kërkesa ndjese nga individ të ndryshëm të cilët kanë përdorur një gjuhë ofenduese dhe denigruese kundrejt romëve. Me që intervista si ka ardhur fundi, atëherë është momenti për pyetjen bonus. Si e përjetojnë romët në Shqipëri diskriminimin në tregun e punës? A ka mundësi reale për punësim të barabartë? Në fakt është një çështje tepër e rëndësishme për sa i përket komunitetit rom. Punësimi është çështje e cila prej shumë vitesh ne jemi duke munduar shumë për të asistuar antarët e komunitetit të gjejnë një punë të dinjitoze dhe të përshtatshme.
krahasuar me shumë vite më përpara, antarët e komunitetit kishin vështirësi për të gjetur një punë, por tashmë kemi shumë mundësira të ndryshme për sa i përket programeve të ndryshme për integrimin e komunitetit në tregun e punës, duke bashkëpunuar organizatat me institucione të ndryshme, me biznese të ndryshme, por që sigurisht janë të pamjaftueshme. Po, ka diskriminim në tregun e punës, kjo për faktin sepse ti i përket komunitetit rom, apo për faktin sepse ti ke një arsimim jo tepër të përshtatshëm për atë rol, dhe shpesh herë antarëve të komunitetit i ofrohet një vend pune jo tepër dinjitoz dhe të përshtatshëm. Ne si shoqëri civile, si aktivist, jemi munduar të lobojmë fort me biznese të ndryshme, me institucione shtetërore, me zyrat e punës në çdo qytet të Shqipërisë për të krijuar mundësira reale dhe një punë të qëndrueshme dhe dinjitoze për antarët e komunitetit.